ka deklaruar se njëjta gjendet në Serbi. Këto kushte nuk do të mund të vazhdojmë seancën e sotme, nëse njëjta do shoqërohet решение, дали će ista përmes organit të policisë. Në mungesë të dëshmitarëve shtyhet seanca për rastin Banjska. Kjo seancë të mbahet me 27 tetor të këtij viti. Trupi gjykues është përbërje të njëjtë. sudsko već i u istom sastavu, Burim Kafexhiu është përkthyesi i gjykatës së bashku me Mirvet Titullari. prisutni su i sudski prevodioci, Dëshmitarja Dragana Antonijević është paraqitur. svedokinja Dragana Antonijević, da li je prisutna? Dragana Antonijević, Dragana Antonijević, si duket nuk është paraqitur dhe nuk isha konfirmim është se është kako izgleda paraqitur. nije prisutna, nisam imao neku potvrdu da neće biti prisutna. Mbas provave që deri më tani ka pranuar gjykata, Na osnovu dokaza koje smo do sada ka prikupili pranuar kao sud, në mënyrë të rregullt. ista nije primila uredni poziv, Konkretisht konkretno, për të dëshmitaren e ka pranuar ftesën babai i saj Dragoljub Antonijević, za svedokinju poziv je primio njen otac Dragoljub Antonijević, i cili në forme e kalon të hapur mundësinë se do të paraqitet në seancën e koji sotme na neki gjyqësore, način je ostavio kao otvorenu mogućnost da će ona biti prisutna na današnjem ročištu, por në Ali- rastin e pranimit të ftesës ka deklaruar se njëjta gjendet në Serbi. ali tokom prijema tog poziva on je izjavio da se ista nalazi u Srbiji. Po ashtu ka cekur një datë kur do të mund të kthehej. Također je naveo jedan datum kad ona će se vratiti. Për këtë dëshmitare, gjykata konsideron se Za ovu svedokinju sud smatra nuk ka arritur që të arsyetoj mungesën. da nije uspjela da obrazloži svoje odsustvo, Gjykata ndërkohë do të pret nëse međuvremenu do të këtë arsyetoj këtë mungesë në bazë sud të će u dokumentacioni međuvremenu čekati da li će ona obrazložiti Apo thënie. odsustvo apo thënieve të besueshme ili njih, znači navoda koji su poverljivi, dhe pas kësaj do të marrë vendim i nakon nëse njëjta do shoqërohet rješenje da li će ista përmes organit të policisë apo da li će isto dolaziti Do ti putem dërgohet ftesa pratnje për sebe. organa policije ili pa ćemo poslati këto znači poziv. kushte nuk do të mund të vazhdojmë seancën e sotme. U ovim uslovima ne možemo nastaviti sa sudskom ročištem. Seanca radhë është paraqitur Naravno, është caktuar me datën 27 tetor me fillim Naravno. në orës 9:30. ročište je zakazano za 27. oktobar u 9:30. Në seancën e radhës do dëgjohet dëshmitari nga Republika e Maqedonisë. Na naredno ročište bit će saslušan svedok iz Republike Makedonije. Gjykata me kohë përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar ka vënë përmes Ministrisë së Drejtësisë ka vënë kontaktin me Sud je, autoritetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut. sud je blagovremeno putem Ministarstva pravde znači kontaktiraju sa organima Severne Makedonije. Dhe para datës kur do të lidhemi me gjykatën atje, do të bëjmë një çek I prije datuma da se povežemo sa sudom tamo, mi ćemo već kontrolisati, po do të bëjmë një provë znači dhe të jemi të gatshëm për datën 27. izvršit ćemo probu i da vidimo da li smo spremni za dan 27. Proces verbalin e seancës në shumëshi me datën 27 tetor. Zapisnik, znači potpišite, vidimo se 27. januara. 27. oktobra.